Në stadiumet e vendit dhuna vijon të jetë prezente përtej apeleve të vazhdueshme, por dhe masave të ndërmarra si nga Policia e Shtetit ashtu edhe Federata Shqiptare e Futbollit. E rrallës ishte ajo në ndeshjen mes Vllaznisë dhe Teutës në Loroboriçi, ku në përfundimin e saj tifozëria amike nuk kurseu dëmtimet në impjantin sportiv. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Shkodrës proceduan në gjendje të lirë 6 tifoz dursak, të gjithë të moshës nga 20 deri në 23 vjeç, të cilët akuzohen për veprat penale të shkatrimit të pronës dhe veprimeve të dhunshme në aktivitetet sportive. Në përfundimin e ndeshjes midis ekipit të Vllaznisë dhe atij të Teutës, e luajtur në Loroboriçi mbrëmjen e 12 prillit, këta tifoz kanë dëmtuar disa stola në tribunat E4 dhe E5 e më pas i kanë hedhur në ambientet e brendshme të fushës. Kjo përpasoj ka shkaktuar edhe dëmtim të kalimtarve. Menjëherë kanë ndërhyrë forcat e policisë, të cilat kanë bërë shoqërimin e të rinjve në komisariat. Ndërkohë në 24 orët e fundit, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve proceduan në gjendje të lirë një 17 vjeçar, i cili u kap me një sasi të vogël ëndë narkotike kanabis e sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor proceduan një 26 vjeçar banues të Kukës pasi u kap duke drejtuar automjetin pale e drejtimi dhe brenda mjetit u gjet edhe një stem policie. Materialet ju referuan prokurorisë pranë shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.